Si pam Florin dhe çunat e kombëtarës U17, jemi këtu për një intervistë shumë të veçantë dhe jemi me Rey Mysterion, e njihni gjithë Rey Mysterion besoj. O Xhesu, po çka ke atë më? Hiqe më maskën. Nuk je ti, po nuk je ti personazhi. Po Rey Mysterio. Po jo ti. Kemi një tjetër personazh. E di Benart, në fakt personazhi me të cilin do komunikojmë tani është Medina Ali. Është një wrestler e parë shqiptare. Ne themi shqip, keqistja e parë shqiptare që jeton në Amerikë. Dhe cilësohet si një yll që po ndriçon, a rising star. Hi Medina, apo të thrasim Zina Phoenix, kush të pëlqen më shumë? Mund të më thërrisni si të doni, Medina, Zina Phoenix. Unë do t'ju përgjigjem për çdo gjë. Super emër. Tani ta shpjegojmë që në fillim. Si lindi emri Zina Phoenix? Zina Phoenix ishte një emërtim që mu dha nga prindrit e mi. Ishte një proces tepër i thjeshtë që krijoi Zinën. Phoenix was a nickname. Phoenix është një pseudonim që babai ma dha kur isha shumë e re. Më përjashtonin nga ndeshjet e basketbollit apo të futbollit, pasi isha shumë e fortë ose agresive. Asë kohë isha e re dhe ndjeja shumë siklet. Nuk e kuptoja se pse unë isha shumë egzageruar, çka I nervozonte trajnerët e mi. Prandaj, babai im më veçoi dhe më tha: "Ti je Phoenixi im, zjarri që ke brenda, shpirti yt, ky është karakteri yt, talenti yt, mos ndrysho kurrë." Pra, babai gjatë gjithë jetës më ka thirrur Phoenixi im. Kështu që kjo është dhe arsyeja që kam zgjedhur pjesë të emrit tim. Ndërkohë, Zina vjen nga mamaja ime. Emri im I vërtet është Medina, shkurt më thon Dina. Ndërkohë që mendoja të kompletoja emrin e performancave, mamaja më tha: "Pse nuk përdor Zina si Zina, princesha luftëtare? Kam dashur gjithnjë një vajzë si Zina, tashmë të kam ty." Pra Zina Phoenix lindi për prindërve të mi. Ata më ndihmuan me emrin tim të wrestling. Sa bukur. Shumë interesante. Tani, keqistja e parë shqiptare. Të bën të ndihesh krenar ky për kufizim? Yes. Nuk e kisha menduar kur se do isha wrestlerja e parë shqiptare. Ju futa kësaj rruge vetëm për të përfaqësuar kulturën time, pasi ishte pjesë e identitetit tim. Duke ardhur deri këtu, kisha një vizion të qartë se çfarë doja të bëja. Doja të tregoja traditën e vendit nga cili vi. Doja që veshja ime të ishte kuqezi, por nuk prisja që kjo e gjitha do të ndodhte. Nisa të postoja në rrjetet sociale dhe më pas shpërtheva. Është një nder për mua. Jam duke krijuar shembullin për veten time, por shpresoj të frymëzoj dhe vajzat e tjera shqiptare që të ndjekin hapat e mi, sepse nëse unë ja dal, edhe ato mund t'ja dalin. Inspirim. Sa të bukur ma fol anglisht. Në Amerikë pra. Si filloi Medina duke shndërruar në një Zina? Si nisi wrestling për ty? Wrestlingu ka qenë gjithmonë prezent me mua. Gjithçka nisi gjatë kalimit tim nga gjimnazi për universitet. Isha një atlete në rritje, e sapo u regjistrova në universitet, mu desh të vendosja nëse do zgjidhja rrugën e performimit apo atë të atletikës. U rrita duke performuar, duke bërë musical, duke bërë këngëtaren e gjithçka të ngjashme. Kur shkova në universitet, vendosa të studioja film, u bëra pjesë e prodhimeve, editova filma të ndryshëm e gjëra të ngjashme. Më pas nisa një sport që quhej jiu-jitsu, që është shumë I ngjashëm me wrestling, por I përket arteve marciale. Kështu nisa të praktikoja jiu-jitsu brazilian dhe mora shumë vëmendje prej saj, sepse nuk kishte vajza të tjera aso kohë në këtë sport. Mora pjesë në një kompeticion dhe arrita që të mbysja një vajzë për vetëm 40 sekonda. Pas kësaj, trajnerët e mi më thanë se kisha talent dhe se mund të dilja edhe kampione bote. Kështu që vendosa të stërvitesha. Krejt papritur, WWE më kontaktoi për një provë. Kështu, në vitin 2021 shkova në Florida për të provuar të bëhesha një wrestler. Ata më thirrën sërish në një ring stërvitor, ku nisën të më trajnonin për të bërë arbitre, por në atë moment unë kuptova se nuk doja të bëhesha arbitre. Kështu ktheva në shtëpinë time në Kaliforni, shkova në një shkollë profesioniste për wrestling e njëkohësisht vazhdova me jiu-jitsu. Pra isha duke bërë njëkohësisht pro wrestling, MMA dhe jiu-jitsu. Në mendjen time, duhet të vendosja të zgjidhja një mes tyre sepse ishte shumë për trupin tim, kështu që zgjodha jiu-jitsu. Ndërkohë që bëja gjithë këto ndeshje, në vitin 2024 më kontaktua nga Paramount, WoW Superheroes, dhe më kërkuan të bëja një pro wrestling. Shkova me një herë dhe ajo ishte nisja e Zina Phoenix.
Më ofrua një kontratë po atë ditë dhe pjesa tjetër është history. Pra ka qenë një proces 8 deri 10 vjeçar. Normal që kanë afruar kontratë se kishte mundur për 40 sekonda, e kupton ti? A ka mundësi Për më 40 sekonda. Se du t'i bëj pyetje. Bëja Ora, të unë du të di, nga erdhi vendimi për të dalë si një luftëtare kuqezi. Është pjesa asaj që jam dhe asaj çfarë unë doja të tregoja. Siç e thash edhe më parë, të qenurit shqiptar është pjesë e identitetit tim. Është një pjesë e rëndësishme e mënyrës se si unë u rrita, se si u solla në jetë. Unë jetoj në Kaliforni dhe mendoj se ne nuk jemi të përfaqësuar mjaftueshëm në industrinë e entertaining. Kështu që mendova se do të ishte e veçantë po ta tregoja këtë gjë në wrestling. It's not very prominent, nor is it common. Nuk është një gjë e zakonshme, por në fakt diçka që buroi nga zemra ime. Gjithçka ndodhi në mënyrë organike. Nuk mund t'ju them tamam arsyen pse, por më buroi nga brenda dhe e ndjeva si gjën e duhur për ta bërë. Shqiptare. Dhe tregonte edhe andej që është shqiptare dhe të përfaqësoj nga flamuri kuqezi. Ke parë shqiptar ti që nuk e tregon origjinën? Lutem shumë, sidomos kur mund për 40 sekonda. Lutem. Pra, mund të jesh një shqiptare krenare dhe pse ke ndërtuar gjithë jetën tënde në Kalifornia. Po, jam shqiptare vërtet krenare. Prindrit e mi janë prindrit më të mirë. Gjyshi im është një këngëtar i mirënjohur në vendlindje, mamaja ime ka qenë një këngëtare dhe unë u rrita me atë kulturë dhe jam krenare për këtë. Immersed in it and I'm proud. Këto janë arsyet që më bën ta shfaq këtë gjë. I decided to represent it. Tani shumë shqiptar mund të pyesin, kjo shqiptare pse nuk flet shqip? Pse nuk flet me Dina shqip? So I do Unë speak flas shqip, e flas në shtëpi, por është gjuhë shumë e zakonshme. Familja ime është nga Malezi, kështu që dialektet janë të ndryshme. Nuk kam mësuar kurrë shqipen e pastër që flet në Shqipëri, kështu që kur do herë që kthehem në Shqipëri, mund të komunikoj, por me kushërinë dhe familjarët e mi. Edhe nuk ndihem e sigurt për folur në intervista. or confident yet to go through interviews speaking fluent Albanian because I'm not. Po punoj për këtë dhe shpresoj që muajt në vazhdim të kryej intervistat në shqipe të rrjedhshme. To start doing these interviews in fluent Albanian. Ne duam ta dëgjojmë shqip. Ta dëgjojmë, janë dy fjalë. Vetëm 2 fjalë të vogla shqip. Okay, I mean, hallo, si jeni? A jeni mirë? Basic. Nuk e di çfarë doni të them tjetër. I falet. I falet, ë? I falet. Si pa manualit shumë falni. Allah. Sa po e tha që vjen nga një familje artistësh, edhe vetë është artiste, dhe dom të pyesim Dina, a të ka ndihmuar kjo në karrierën tënde si wrestler bashkë me karakterin e fortë shqiptar që kemi, që mbahemi për karakter të fortë? Yes, so my Po, kam një familje artistësh. Vëllai im është një aktor, mamaja ime është një këngëtare, gjyshi im është një këngëtare muzikës tradicionale shqiptare. Nuk e di nëse e njihni, quhet Shaban Gjeka. Unë u linda mes muzikës, mes artit, mes performimit. Që në moshë të vogël bëja shfaqje teatrale, aktroja, isha pjesë e musical. Pra, kurdo herë që mendoja për kalimin nga performimi në sport, ndjeja gjithmonë se kisha ngecur mes të dyjave. Pasi kam qenë gjithmonë një tip atletik dhe po rritesha si atlete, por njëkohësisht doja ta shprehja veten time artistikisht sa herë që aktroja në skenë. was my athlete growing up, right? And then I love to express myself artistically whenever I was acting on this. Pra ndjeja gjithmonë që duhet të zgjidhja mes të dyjave, edhe kur pro wrestling u shfaq, që është një kombinim i të dyjave, është aktrim, performim, ndeshesh me njerëz, gjithçka ndodhi në mënyrë të natyrshme që i bashkoi të gjitha pikat. Familja ime është baza e gjithçkaje që unë bëj. Ata më suportojnë për çdo gjë dhe po të mos ishte për ata, nuk do bëja dot atë që jam duke bërë tani. To do what I'm doing now. Ti je ceke në fakt që familja të kanë mbështetur, por si u duk atyre vendimi jot që ti të merresh përfundimisht me wrestler, me mundje, me catch? Catch. This is a very interesting question. So, Kjo është një pyetje vërtet interesante. Familja ime ka qenë gjithmonë suportuese edhe pse në fillim kishte pak rezistencë. Mamaja ime kishte frikë se mos dëmtohesha. Kur e nisa këtë gjë isha në shkollë, merrja nota shumë të mira, po studioja mirë dhe në fakt kjo ishte marrëveshja. Mund të bëja jiu-jitsu e gjëra të ngjashme nëse do shkoja mirë me mësimet. Babai më ka suportuar gjithmonë, ka ardhur gjithnjë në stërvitje në ndeshjet e mia. Është marrë vetëm arte marciale, kështu që më ka kuptuar, po mamaja i friksohej dëmtimit tim dhe fytyrës time. Kur gjërat nisën të konkretizoheshin, edhe unë të merrja më shumë vëmendje nga kompanitë e mëdha të wrestlingut, atëherë prindërit e mi kuptuan që kjo është diçka serioze dhe jo thjesht një hobi për të kaluar kohën. Që nga ky moment ata kanë qenë mbështetësit e mi më të mëdhenj
dhe ndihem shumë krenar për mua. Everything has happened. They have been my biggest supporters. They're very, very proud of me. Ka që duhet shqiptarët me çik mbështetje, çik support. Ai më të prindit krenar më valla, kaq. Në fund ditës. Dina, ne në Shqipëri jemi rritur me emra të mëdhenj si The Undertaker, Rey Mysterio, John Cena. Ai që hante krima se kishte. Po, për atë nuk e se më tash, po. Eddie Guerrero për shembull. Je frymzuar ti nga këto emra? Yes, all of those. Po, të gjithë këta emra janë shembuj që kam ndjekur. E dua John Cena, Rey Mysterio, të gjithë këta i kam parë dhe studiuar. U bëra pjesë e wrestlingut si një fanse. Jam rritur duke e parë atë me vëllain tim, me baban tim. Jam rritur duke i parë të gjithë këta wrestlera. Ata më kanë frymzuar që të bëj këtë punë dhe kështu nisi dhe periudha e divave. Divas era started, so Pas tyre nisa të shoh gjithë gratë profesioniste të wrestling në televizion. Isha një fëmijë, por gjithmonë thoja, edhe unë mund ta bëj këtë. Wrestling është argëtues, është inspirues, por të mos ishte për pionerët që e nisën shumë vite më parë, sot nuk do të kishin këtë mundësi për të bërë çfarë jemi duke bërë. Pra për shkak të tyre, unë u rrita me ta dhe jetoj ëndrrën time. pioneers that started years ago, we wouldn't have this opportunity to do what we do. So because of them, I grew up. Kjo është vërtet ëndra ime e fëmirisë dhe mund të them sinqerisht që kam punën më të bukur në botë. I have the coolest job in the world. Ore, për ka thënë që është me priardhje shqiptare. Po John Cena pra John se të Cena, dhe pra. Por e pyeti, a është John Cena shqiptar apo jo? No, I've heard Po, kam dëgjuar që John Cena është shqiptar, dëgjoj shumë shpesh. Kushdo që më takon dhe zbulon që jam shqiptare dhe merrem me wrestling më thot, a e di që dhe John Cena është shqiptar? Dhe unë i përgjigjem, po e di. Që ka e vërtet do me thënë, nuk është legjend. Lajmër. Në thasë ishin këto që... Po, që bën këtë shumë, që të Tallemi. shqiptar. Unë dua të di kush ka qenë i preferuar i yt, që të ka frymzuar më shumë. Ooh, this is tough because Kjo është një pyetje shumë e vështirë sepse janë të shumtë ata që më kanë frymzuar. Nuk e di nëse e njihni se cili është Shawn Michaels, por është wrestleri më ikonik që kam parë ndonjëherë ndër profesionistët. Është karizmatik, atletik, ka gjithçka. E dashuroja Shawn Michaelsin teksa rritesha. Mendoj se The Rock ka prezencë skenike madhështore, kurse The Undertaker ka një karakter të veçantë. Gjithsesi, nëse flasim në kompleks, do thoja se Shawn Michaels dhe Triple H kanë qenë wrestlerët e mi të preferuar. Tek vajzat, kur divat nisën të dinin në pa, AJ Lee, wrestlerja më e mirë e të gjitha kohërave, u rrita duke e parë atë dhe kjo është arsyeja pse unë dua ta bëj këtë punë. I wanted to do this. Shawn Michael dhe The Rock. The Rock, po. The Rock edhe unë e kam qef, po kështu për ta pa, vetëm për ta pa, vetëm për ta pa. Bravo Jesse, si dishim tonë. Jesse. A ka në plan Zina që një ditë ta sill wrestling edhe në Shqipëri? E ke menduar ndonjëherë? What an interesting question. No one's ever. Pyetje shumë interesante, askush nuk ma kishte përmendur më parë. Do kthehem në shtëpi këtë verë për të takuar familjen time dhe në fakt kam menduar të sjell wrestling profesionist atje, sepse nuk është aq popullor sa këtu. Mendoj se organizimi i ndonjë show live në Shqipëri ose në Ballkan do ishte shumë argëtues, sepse ka vërtet shumë fansa të wrestling atje. Është një ide e mrekullueshme dhe nuk e kam menduar ndonjëherë seriozisht, por jam e hapur për çdo mundësi dhe mendoj se do të ishte shumë argëtuese. Interesante. Do presim ta sillet në Shqipëri tani. Po inshallah, inshallah na vjen emision. Po më të vi. Inshallah. Po erdhi këtu ka për të ardhur. A ke vizituar ndonjëherë Shqipërinë? Cili vend të pëlqen më shumë? Yes, so Po, kam qenë thuajse kudo, kam qenë në veri të Shqipërisë, në Shkodër, kam qenë në Vlorë, në jug të Shqipërisë. Familja ime është nga Malizit dhe shkoj shpesh atje. Sa herë që udhtojmë drejt Ulqinit, shkojmë deri në Shqipëri gjithandej. Do thoja se më pëlqen më shumë Tirana sepse ka shumë gjallëri dhe më kujton New Yorkun. Ka restorante të mira, klabe, flas me shumë njerëz, argëtohem. Gjithsesi, plazhet janë shumë të bukura në jug të Shqipërisë dhe është e vështirë të zgjedh. Sa herë që kthehem në shtëpi, kaloj shumë bukur sepse aty është familja ime. so it's tough. Every time I go back home, I have the best. Gjithçka është shumë e bukur atje, nuk mund të zgjedh. All of it is gorgeous. I can't pick one. Kur i do të shqiptari parë në Shqipëri më talë, Normale. gjithë to plazhe. A trëmben djemt të dalin në det me vajzat që merren me wrestling? So I would be lying.
Do t'ju gënjeja po t'ju thoja jo, por pjesa më e madhe e djemve tremben. Por është diçka me cilën jam mësuar sepse e bëj këtë prej shumë kohësh. Shumë djem intimidohen prej meje për shkak të punës që bëj. E kuptoj, është një sport i dominuar nga burrat, por edhe unë jam shumë e aftë në të. Nuk është faji im që shumë djem më flasin dhe unë mund të jem shumë e sjellshme, por vërtet që ka shumë që friksohen prej meje, por s'ka gjë. Afraid of me. But it's okay. It's fine. Mund dalim bashkë, nuk s'kam frikë, kështu që është okay. Si Benard. Okej, mirë Benard, nuk duhet të shqetësohesh kur të dalim bashkë, se do të mbroj unë. Super, fare, kam ilaçet frikshme. A i ke bërë ndonjëri të smackdown nëse të kanë ngritë zërin për shkak më shumë se ç'duhet? No, I haven't smacked down anyone for raising their voice. Jo, nuk i kam bërë smackdown ndonjëri që më ka ngritur zërin. Jam tip shumë i duruar, kështu që për të më mërzitur duhet shumë punë. Pra nuk e kam bërë asnjëherë atë që thua. Mos mi testoni limitet, okay? Mos e sfido. Po s'ka gjë, unë them ta bësh, ta provosh një për zotin. Ato shkruajnë shqiptarët për punën që bën, për shembull mund ta tregosh komentin më të çuditshëm që ke marrë. Ooh, I get so many comments. I've been getting a lot of... Kam marrë shumë komente, të gjithë janë shumë suportues, njerëzit janë shumë patriot dhe plot pasion. Shoh shqiptarë që zihen me shqiptarë të tjerë nëpër komente, se si ne kemi kulturë më të mirë, jemi më të fortë, jemi superior. Nuk kam marrë ndonjë koment negativ, por dua të them se disa nga burrat që më shkruajnë mesazhe në privat ose më komentojnë në TikTok, thënë gjëra të papërshtatshme. Më kanë propozuar disa herë, kështu që kurdo që të jem gati për të martuar, i kam opsionet. inappropriate. I've been proposed to a couple times. So I have options for whenever I'm ready to get married. Tani se ne shqiptarët jemi çik kurioz kështu, e kemi në gjak, jemi kurioz. A ka ndonjë vip shqiptar që të ka shkruar? I kap gjithë emisionet sot, pa manual, OTF, gjitha. Gjitha. Showbiz. Yes. Po, ka disa sportistë të njohur shqiptarë që më kanë kontaktuar, nuk do t'i përmend emrat e tyre, por po, më kanë shkruar. Names, but I've had a couple people reach out to me. Thuje emrin. Na trego dhe emrin. Okej, doja t'rregoj pasi të kemi mbaruar punën e podcastit. The podcast. Okej. Super. Do mam sekret edhe ne, nuk do t'rregojmë. Mund t'ju them sportin me të cilin merret. Nëse doni ta dini cili sport është. Okay. Arte marciale, ai merret me arte marciale. He does martial arts. That's one of them. Çu. Njëri prej tyre, ndërsa tjetri luan futboll. Ibrahimovici, apo jo? Kush shega? Ta bëjmë quiz. E gjen to komentuesit, e gjen komentuesit. E bëjmë quiz. Bravo. A i ndjek me Dina artistët shqiptarë që performojnë në USA? Oh, I love Albanian art. I dashuroj artistët shqiptarë këtu në Amerikë. Dashuroj Dua Lipën, Ava Max, Bebe Rexha, janë të gjitha të mrekullueshme. Ua dëgjoj muzikën, mes tyre do thoja që më shumë dëgjoj Dua Lipën. Dua Lipa, po. Kurse një gjë atë. Po, për shqiptarët që vinë nga Shqipëria, që bëjnë koncerte aty, kush të pëlqen më shumë? Ooh, I will say so from Albania. Nga Shqipëria më pëlqen Elvana, mendoj se është shumë e talentuar. Dafina më pëlqen shumë, është një nga këngëtarët e mia të preferuara. Letri Vula ka qenë krashi im më i madh deri para pak vitesh, por tashmë ai ka një fëmijë dhe kjo nuk vlen më. But you know, he had a baby, so that's no longer a thing. Po dëgjoj shumë muzikë shqiptare, jam rritur duke dëgjuar atë dhe jam fan se shumë artistëve shqiptar. Definitely a fan of multiple artists. Po Letri është divorcuar. Oh, pa shiko, edhe unë jam single, okay? Well, hey, I'm single, okay? Edhe Jesse. Okej, Benard, okej. Ne duam të dim kur do jetë ndeshja jote e radhës. My next match will be Ndeshja ime e radhës do shfaqet në televizion, të shtunën në mbrëmje. Ju mund ta shihni atë në YouTube, po do ta publikoj në rrjetet sociale. Paramount do shpërndaj atë kudo të shtunën. the place next Saturday. Do të ndjekim. Perfekt, faleminderit. Okej, pra Medina, ne turojmë shumë suksese në wrestling, si u quta? Wow, Në catch. Në wow. Ne duam të të shohim edhe në WWE shumë shpejt. Duam të të shohim, se jo, një shqiptare atje. Dhe të presim në studio. Kur të vish në Shqipëri? Mund të vish te kjo studio, e kemi të bukur, e kemi shive gjithë kjo studio. Edhe që timi dhe krenar që një shqiptare Zina Phoenix do na përfaqësojnë në Shqipëri si keqistja e parë. Keqistja.
Thank you guys. Faleminderit shumë, e vlerësoj vërtet. Pa mbështetjen tuaj nuk mendoj se do ishte e aftë të bëja këtë që po bëj kaq mirë sa po bëj, kështu që faleminderit. Do të flasim së shpejti bashkë. Faleminderit për intervistën. Bye. Ciao. Bye. Ciao, ciao. E Benard, po sa e mirë sa